Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku në studion e hapur, jemi përqendruar edhe në këtë bisedë në studion e hapur tek fushata elektorale. Jemi në ditën e fundit të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershororit. Do të flasim për alternativën e Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Kam kënaqësinë kemi ftuar në studio profesor Gjokul Dedaj, kandidat i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. Faleminderit që jeni pjesë e studios hapur. Faleminderit ju. Janë, besoj, momentet e fundit të kësaj fushate të ngjeshur të fushatës elektorale, e cila nisi ndoshta më pak hov, por tashmë jemi në kulmin e fushatës, edhe angazhimi juaj në takimet përmbyllëse në disa prej zonave ku ju përfaqësoni. Por ndoshta kryefjala e këtyre 2-3 ditëve të fundit ka qenë çështja e blerjes votës. Ajo është ndoshta problematika më e madhe që po shoqëron edhe këto zgjedhje ashtu si edhe vitet e kaluara. Një fenomen që hyri në 2005 në politikën shqiptare, por vazhdon të jetë prezent. Është vërtet që ka qenë një fushat disi e veçantë kjo fushata kësaj here. Nga Partia Demokratike, nga lista e Partisë Demokratike, ka qenë një fushat më e imtë, një fushat që ka synuar që të kontaktoj në mënyrë masive jo strukturat, jo demokratët, por gjithë qytetarët e pakënaqur nga kjo keq qeverisje 4 vjeçare, do ta thoja një fushat e cila fal edhe asaj marrëveshje detyruese, ku tashma janë 7 antarë të kabinetit qeverisë teknike, që janë edhe gardianët e mbrojtjes votës së lirë, efektet e cilës janë dhënë edhe këtu në qarkun e Shkodrës, duke u pezulluar shumë figura, drejtor, të cilët kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor. Megjithatë, fushata i ka edhe ato shqetësimet e veta, problemet e veta, ato problemet të cilat kanë qenë një gangren edhe në të shkuarën, por mund të themi që edhe këto 2-3 ditë të fundit ka një përpjekje në mënyrë të veçantë nga partitë e vogla, por në disa vende edhe nga Partia Socialiste që po synojnë për blerë votën elektoratit në mënyrë të veçantë për të synuar ato që janë shtresat në nevojë. Pra, i varfruar në këto 4 vite të qeverisjes tyre, qeverisjes smajt, kur themi qeverisjes smajt, e theksoj sepse janë bashkëfajtor dhe bashkëautor në këtë keq qeverisje si Rama, si Meta. Pasi megjithse në këtë periudhë ne po i shohim që po sulmojnë njëri tjetrin sikur të jenë ata opozita, por kjo në syt e elektoratit shqiptar, në syt në mënyrë të veçantë të elektoratit shkodran, është një shfaqje shumë e shëmtuar. Është një shfaqje e shëmtuar, sepse për 4 vite ato nuk menduan asgjë për qytetarët, nuk menduan asgjë për biznesin, nuk menduan asgjë për shtresat nevojë, nuk menduan asgjë për pensionistët, e gjithë për spektrin e shtresave qytetare. Pra, sot vim në ditën e fundit të kësaj fushate të bindur nga ecëria e fushatës, nga kontaktet që kemi patur, nga komunikimi që kemi patur, nga dëgjesat që kemi patur, dhe në mënyrë të veçantë nga mesazhi që kemi çuar tek qytetarët nëpërmjet programit ekonomik elektoral të Partisë Demokratike, ne jemi të bindur që me datën 25 dhe pas nesër ne do presim një fitore të madhe, sepse është një kthesë e madhe, është një ndryshim i madh për t'i kthyer besimin qytetarëve, një besim i munguar, një besim i nëpërkamur, një besim i cili nuk ka ndodhur as edhe një herë që një mazhorancë që fiton zgjedhjet në 2013 edhe nga agjencitë e huaja që e kanë studiuar këtë, siç ishte Gallup, ku nga të gjitha premtimet kryesore të dhëna në 2013 nga kjo mazhorancë konsiderohen një dështim i plot, një dështim total, një dështim kryeministër, një dështim bashkëqeverisje, gjë që
në formë shakaje pranoj që edhe ajo është një dështim, por kjo nuk është shaka, kjo është e vërtet, sepse çdo qytetar e shef në xhepin e tij se si është sot, si ishte para 4 viteve, si ishte para 8 viteve. Fenomeni i blerjes votës është një fenomen i shëmtuar, është një fenomen që kësaj radhe do të konsiderohet një dështim total. Dhe edhe nga kjo studio, unë i bëj thirrje qytetarëve, jo demokratëve, se demokratët nuk e kanë shit në herë votën, por i bëj thirrje qytetarëve, edhe të asaj pjese të majtë, sepse një farë mënyrë ato po blejnë votat e veta, se s'po bëjnë gjë tjetër, janë në garë me njëri tjetrin për të blerë votat e tyre, dhe jo më larg se dje, ne kemi patur 2-3 komunikime me ministrin e Brendshëm, i cili ishte në Shkodër, por edhe nëpërmjet telefonit, dhe kemi skeduar dhe listuar mbi 30 persona, të cilët shpërndajnë lek në emër të këtyre partive të vogla, në emër të Partisë Socialdemokrate, në emër të LSI-së, në emër të Partisë Socialiste, siç është Velipoja, pra po lëvizin në një mënyrë krejt shëmtuar, por që në shumë raste kanë gjetë një përgjigje të merituar, qytetarët po i kthejnë një përgjigje, kësaj radhe nuk do ta këmbejmë votën me lek, kësaj radhe do ta këmbejmë votën me perspektivë, me zhvillim, me projekte, kësaj radhe qytetarët do votojnë për veten e tyre, sepse i kanë të gjitha të drejtat ta bëjnë kësaj radhe këtë gjë, sepse në 4 vite qeverisja e majt, qeverisja e kësaj mazhorancë nuk bëri asgjë për qytetarët e vet. Pra nuk bëri asgjë, jo vetëm ato që konsiderohen mallore, jo se jo, por nuk bëri asgjë edhe për ato problemet që lidhen me shtresat në nevojë, dhe në veçantë, po t'i referohemi qarkut ton, qarkut Shkodrës, nën Shkodrës, pjesës së Bushatit, pjesës zonave të përmbytura, futi edhe dorën në xhepin e qytetarit. Futi dorën në xhepin e qytetarit, jo vetëm duke i shtyrë këto pagesat e dëmshpërblimeve pas 4 viteve, kujtohet në fund të 4 viteve, por duke ju ndaluar në mënyrë të paturpshme shumat konsiderueshme të energjisë elektrike që lidhen me fatura oferfe, me kamat vonesa, me mbifaturime, me gjoba, me radhë, dhe ka qenë një zhgënjim i madh i qytetarëve kur kanë shkuar për të marrë paret e dëmshpërblimit, djersën dhe munin e tyre nga një fatkesi natyrore, dhe i kanë përgjigja ka qenë që ju s'keni për të marrë, sepse keni konsumuar kaq shumë energji elektrike, sikur ato të kishin nërmarrje fabrika jo ma në një shtëpi, dhe kur dihet se si është rrjeti sot i energjisë elektrike, rrjeti i shpërndarjes, ku ka zona e fshatra që janë me shtylla dhe me një tel. Pra nej me datën 25, ditën e diel, qytetarët shqiptar duhet votojnë edhe për të heqë gjitha këto detyrime që janë një barë ranë, duhet votojnë fermerët për financimin e tyre, për 100 milion euro vjetore që do shkoj për financim dhe për subvencionim këtyre fermerëve, duhet votojnë edhe për 50 milion euro në vit që do shkojnë për infrastrukturën e fermerit, kanalet kulluse, vaditse, por edhe disiplinim e tregjeve, duhet votojnë me 25 qershor edhe për pensionet minimale që në kuadrin e 4 viteve ato do jenë 250.000 lek të vjetra, duhet votojnë edhe për pagën minimale të punësuarve që do jetë 350.000 lek të vjetra në muaj, duhet votojnë ajo shtres e rinisë e studentëve që duhet të paguhet një stazh, një vit me 200.000 lek të reja që tjetë një urë kalimi nga universiteti tek vendi i punës, duhet votojnë për një sistem tjetër taksash, duhet votojnë për një sistem taksash që të rikthejmë edhe i herë taksës shesht, por duke ullat nga 10 që ishte në kohën e qeverisjes tonë, Partisë Demokratike në 9%, duke ullë të veshën nga 20 në 15% për të shliruar mbi 400 milion euro, të cilat do i ketë, do i punoj vetë privati, vetë prodhuesi, vetë fermeri, vetë përpunuesi e me radhë. Pra, programi ekonomik, ky program i cili ka marrë bekimin e ndërkombëtarëve, në mënyrë të veçantë të europianëve, dhe në mënyrë më të veçantë të gjermanëve, të ekspertëve ekonomik gjerman, është një program i qartë, është një program
i zbatueshëm. Është një program që do t'i kthejë shpresën dhe besimin qytetarëve. Ju e keni vënë në re që Partia Socialiste, sepse nuk ka pasur përballje programesh, është gjatë kësaj fushate. midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, pasi partitë e vogla nuk e kanë shansin ta kalojnë pragun. Ju e dini shumë mirë që duhen 11.500 vota që një nga partitë e vogla të kaloj pragun dhe të fitoj deputet. Kjo është e pamundur. Është e pamundur sepse ato nuk afrojnë asgjë, nuk afrojnë asnjë alternativë, nuk afrojnë asnjë program. Por edhe partia e madhe e majt, Partia Socialiste, kësaj radhë ka ardhur me durë në xhepa para elektoratit. E në mënyrë të veçantë këtu në qarkun e Shkodrës, ku investimet shtetërore, investimet e buxhetit shtetit, ato investime që lidhen me Komitetin e Zhvillimit Rajoneve janë në shifra banale, dhe diskriminuese. Unë nuk e di se çfarë komunikojnë lista e Partisë Socialiste, ku drejtohet edhe nga një ministër, çfarë komunikojnë me qytetarët Shpeshherë pretendimi i socialistëve ka qenë mungesa e komunikimit me bashkitë. Dhe çfarë bën ato në këto 4 vite që t'i sjellin një investim të vetëm të Shkodrës, një investim të vetëm publik, një investim që lidhet me interesat e prodhuesit, fermerit, biznesit, por i vuni lagun në fyt të gjitha këtyre shtresave, megjithse të ardhurat e buxhetit shtetit nuk kanë munguar, megjithse borxhi deficiti buxhetor është rrit. Ne lam 2013 57% deficitin buxhetor. Sot është në shifrat 72 deri në 76%. Jo vetëm që rritën borxhin, por këto para nuk i destinuan atje ku janë interesat e qytetarëve. Republika e Re, ekonomia e fortë dhe e nesërme e sigurt ka në fokus qytetarin. Dhe slogani që ne t'i çojmë pushtetin qytetarit është një slogan që ju e dini, fitoi shumë terren në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe lajmi i gëzueshëm tashmë që ka gëzuar gjithë shqiptarët, përveç marrëveshjes detyruese, që kishte përkrahjen e fuqishme të Amerikës dhe të Europës, ishte edhe vizita e kryetarit të opozitës, zotit Lulzim Basha, në mesin e fushatës me presidentin amerikan Donald Trump. Megjithëse u konsiderohet një ndërhyrje në zgjedhje, një ndërhyrje të një vendi në fazën e zgjedhjeve, por ne u themi gjithë qytetarëve, nuk është ndërhyrje aty ku ndërhyn Amerika. Nuk është ndërhyrje aty ku ndërhyn presidenti amerikan. Amerika nuk ndërhyn për një parti. Amerika ndërhyn për te një parti. Amerika ndërhyn aty ku janë interesat e qytetarit, aty ku janë interesat kombëtare, aty ku janë interesat gjeostrategjike, aty ku ne ndjehemi më të sigurt, më të fortë, më të mbrojtur. Pra, kjo vizitë i ka dhënë një bekim kësaj fitore që ne presim ditën e diel, pasi është një fitore me bazë gjanë. Nuk është më një fitore e Partisë Demokratike, është një fitore e gjithë qytetarëve shqiptar, është një fitore për të ndaluar të keqen, për të ndaluar këtë të keqe 4 vjeçare, këto 4 vite të shkuara dëm, këto 4 vite të humra që thëdhuan gjithçka të keqe. Vetëm një gjë ban për të dalluar kjo mazhorancë, e futi Shqipërinë në listën e zezë të vendeve që kultivojnë hashashin. Pra, janë situata, do thoja, të cilat duhen vlerësu jashtëzakonisht në mënyrë të veçantë nga ne që kemi marrë përgjegjësinë për të çuar mesazhin e këtij programi ekonomik, por për të çuar mesazhin e ndërkombëtarëve, edhe të europianëve, sepse ne shkojmë para qytetarëve me arritje në kohën kur ne kemi patur qeverisjen, por ne shkojmë para qytetarëve me një program konkret, real, që do t'i kthejë shpresën dhe besimin qytetarëve. Është Partia Demokratike e forcë politike që do t'i rikthejë shpresën pikërisht për shkak këtyre problemeve dhe programit që vetë ajo ka? Absolutisht që është Partia Demokratike. Ne gjithë jemi dishmitar që në këto 27 vite çdo gjë e mirë që është bën këtë vend, çdo arritje që ka patur Shqipëria ka vulën firmën e qeverisjes Partisë Demokratike. Pra ishte Partia Demokratike, ishte qeverisja Partisë Demokratike, ishte ministri i jashtëm zoti Lulzim Basha, kur Shqipëria u bë antar i Aleancës Euro-Atlantike. Ishte Partia Demokratike, ishte qeverisja Partisë Demokratike, ishte zoti Lulzim Basha, ministri i brendshëm,
kur Shqipërisë ju liberalizuan vizët. Ishte Partia Demokratike, ishte qeverisja e Partisë Demokratike dhe zoti Lulzim Basha, që është sot kryetari i Partisë Demokratike, lideri i Partisë Demokratike, që në Shqipëri u bë një revolucion i madh në infrastrukturën rrugore, duke realizuar rreth 10.000 kilometër rrugë. Pra, përveç një politike fiskale, një politike të qartë fiskale, një reformë të thellë ekonomike që bëri që të injektohen në ekonominë shqiptare 1.5 milion euro investime të huaja gjatë kohës qeverisjes Partisë Demokratike. 0 investime të huaja ka në këto 4 vite. 0 ulje çmime ka në këto 4 vite. Përkundërzi ka rritje të çmimeve. 0 rritje pensionesh, 0 rritje pagash, 0 rritje ekonomike. Pra jemi në një situatë të një ekonomi e cila ka marrë pikjatën. Pra është një ekonomi që ka mungesë të plot oksigjeni. Nuk ka investime publike. E në mënyrë të veçantë, qarku i Shkodrës konsiderohet si një qarqet më të diskriminuara, duke përfituar nga Komiteti i Zhvillimit Rajonë vetëm 0,4 deri në 0,7% duke e krahasuar me bashkitë e nivelit 3 e 4. Jo me simotrat e veta, siç është Durrësi, Vlora, Korça, Elbasani e me radhë. 0 investime publike, 0 investime të huaja, 0 kreditim në ekonomi, 0 eksport. Pra këto janë 4 elemente që mbajnë gjallë ekonominë. Këto vetëm kthyen taksën progresive, kur dihet që taksa progresive aplikohet në vendet e zhvilluar, në vendet me një standard të lartë jetese. Taksa progresive është në teorinë ekonomike shkon përkundër rritjes kapitalit, përkundër rritjes ekonomike, përveç se shtrëngon lagun e shtresave në nevojë, shtrëngon lagun në qafën e biznesit, rrit të ardhat, por të ardhat të cilët në këto 4 vite u tregu që u çuan në destinacionin e gabuar, sepse ishte një program i gabuar, ishte një program ekonomik i orientuar komplet gabim, ishte një situatë, do thoja, të cilën ne sot pas 4 viteve po përballemi me gjitha këto vështirësi gjatë gjithë takimeve që ne kemi pas. Unë po ju sjell këtu vetëm një shembull. Vetëm Velipojën. Është zona me potencialet më të larta turistike të qarkut të Shkodrës. Nga 2013 deri në 2017 në Velipoj nuk është hedhur 1 lek investim nga buxheti i shtetit. Dhe vetëm 2009-2013 nga qeverisja e Partisë Demokratike janë hedhur mbi 21 milion euro investime. Investime të cilat sot kanë bërë që Velipoja të pres turist nga Kosova, falë edhe rrugës së kombit, por që investimi vetëm që po bëhet në drejtim të Velipojës është rikonstruksioni i rrugës që sapo ka filluar, por që do jetë një pengesë e madhe për njerëzit që synojnë të shkojnë pushojnë në Velipoj, sepse do jetë një bllokim rruge, do duhen të shkosh nga Shkodra në Velipoj, do duhen 3 orë. Dhe kjo është një dëm i madh që po i bëjnë atyre bizneseve, atyre që kanë ndërtuar biznese, qoftë atyre që po kanë biznese të reja, qoftë vendasve atje, qoftë atyre që kanë biznese të konsoliduara në fushën e hotelerisë. Me që prekën Velipojën, faktikisht ju përfaqësonin këtë zgjedhje përveç Bashkisë Vaudejës, edhe zonën e Velipojës, edhe zonën e Brdicës, dhe jeni deputet i Nën Shkodrës së bashku me Bashkinë e Vaudejës. Cili është mesazhi që vjen nga këto zona për Partinë Demokratike? Bashkia e Vaudejës e fituar nga Demokratët në 2015, po ashtu Velipoja dhe Bërdica me rezultate më të mira se sa ndoshta zgjedhjet e kaluara. Në 2009 keni marrë një fitore thellë në Velipojë, ku nga 11 qendra votimit 9 ka fituar Partia Demokratike. Është unifikuar Velipoja dhe këto zona të tjera për një fitore të thellë të kësaj force politike në këto zgjedhje? Unë të falenderoj për këtë pyetje. Unë në komunikim edhe me elektoratin, me qytetarët e Velipojës, ju kam thënë kësaj njësie administrative, të cilët më besuan në 2009 edhe pa më provu. Dhe ne së bashku në Velipoj kemi arrit një fitore të thellë pasi vinim nga një humbje e vitit 2005. Pra u bë një kthesë e madhe në Velipoj, po njëkohësisht u realizuan edhe investimet mëdha në Velipoj në mbështetje të këtij besimi, të këtij rezultati. Unë sot e shoh Velipojën më mirë se të viti 2009. Sepse janë të bashkuar të gjithë faktorët e Partisë Demokratike, gjithë faktorët historik të Partisë Demokratike. Janë të bashkuar e gjithë djathta në Velipoj.
Kemi një grup të madh të rish që mbështesin fuqishëm Partinë Demokratike. Po njëkohësisht është grupi i bizneseve në Velipoj që mbështet Partinë Demokratike. Pra ka një klim të jashtëzakonshme për një fitore të Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Ashtu siç është kjo klim edhe në Dajç, në Bregu të Bunës. Ashtu siç është kjo klim edhe në Bërdicë. Ashtu siç ka dalë nga gjithë të takime që ato besojnë te kryeministri i Arshëm zoti Lulzim Basha, besojnë edhe për një fakt që ata njohin mirë zotin Basha gjatë kohës së përmbytjes, i cili ka mbuluar, ka qenë kryetari i shtabit të emergjencës këtu, një person i papërtushëm, një person i cili ka hyrë shtëpi për t'i qajtë hallet e problemet që ka pas në atë periudhë për çdo qytetar të zonës Nën Shkodrës, të Bushatit e Merall. Pra ato jam i bindur që do t'i besojnë zotit Lulzim Basha si kryeministër, sepse Lulzim Basha është njeriu i vizioneve europiane, është njeriu i vizioneve amerikane, është një person i punës, i përpjekjes, i dijes, është një person i lidhur me tashmë me qytetarin. Ju e keni pa gjatë këtyre 3 viteve, zoti Basha ka prek çdo cep të Shqipërisë, ka takuar çdo strukturë, ka takuar qytetarët, ka takuar shtresat nevojë dhe tashmë është një njohës i mirë i realitetit shqiptar dhe e din çfarë don Shqipëria, e din kush janë kërkesat e qytetarëve, e di çfarë do biznesi, e din çfarë duan shtresat nevojë, pra sepse e ka përcjell në mënyrë shumë korrekte të gjithë situatën dhe sot dhe ky program ekonomik që Partia Demokratike ka sot dhe ka dalë para qytetarëve, është mbi këtë bazë, pra është mbi një realitet të shkelur, mbi një realitet të dëgjuar, mbi një realitet të ballafaquar. Pra nuk ka asgjë teorike, është një program i cili me të ardhë në qeverisje do gjejnë zbatim dhe në mënyrë të veçantë Shkodra, Bashkia Shkodrës, Bashkia Vaudes, Bashkia Malësisë Madhe, e Pukës dhe e Fusharësit do jenë në fokus sepse nga Shkodra, nga këto bashki, nga qarku i Shkodrës, gjithmonë i ka ardhur fitoria e thellë Partisë Demokratike. Dhe unë jam i bindur që kësaj radhe, me datë 25, ditën e diel, Shkodra, qarku i Shkodrës do t'i paraprin një fitore të madhe. Unë këtë e shoh në syt e gjithë qytetarëve, e shoh në syt e gjithë njerëzve. Ne dje kishim 4 takime, një entuziazëm i jashtëzakonshëm në Bashkinë Qendër, në Hajmel, në Bushat, në Barbullush. Sot do kemi takime të tjera në njësinë administrative të Bërdicës, të Dajçit, të Velipojës. Pra e mbulum gjithë zonën cep në cep, kemi shku atje ku forcat tjera politike, jo vetëm që nuk kanë shku, por kanë bë mirë që s'kanë shku, sepse nuk kanë pas arsye për të shku, nuk kanë pas asnjë arsye për të shku, sepse nuk bën asgjë në këto 4 vite për qytetarin. Kjo zgjedhje përveç se nuk ka pasur përballje programesh nga 2 forcat e mëdha politike, nëse PD-ja ka prezantuar programin e saj ekonomik duke e bazuar atë pikërisht tek ekonomia e fortë për një nesër të sigurt, por ka dhe një përballje listash kandidatësh. Në Shkodër, Partia Demokratike kërkon me Partinë e Madhe, Partinë Socialiste, por ka dhe parti të tjera të vogla të cilët pretendojnë që në këto zgjedhje të kenë përfaqësuesit e tyre në parlament. Cili është dallimi dhe diferenca që bën Partia Demokratike me këto lista të tjera? Ju e dini që unë personalisht kam qenë i hapur për të përballë për programet ekonomike. Kemi kërkuar të përballje, nuk kemi gjetë mirë kuptim, sidomos në përballjen e nivelit të ekonomistëve. Nuk është e mirë kjo, kanë edhe arsye që të mos përballen, nuk u pëlqen shumë dialogu, siç nuk i pëlqen as liderëve të tyre dialogu. Ju e dini që i ka bën 10 herë thirrje zoti Basha, kryeministrit Rama, hajde në debat, hajde në dialog, ashtu kemi bën thirrje edhe ne këty, hajdeni në debat, hajdeni në dialog, të na dëgjojnë qytetarët, të shpalosin programet ekonomike, se në fundit ne do jemi nesër në shërbim të këtyre qytetarëve. Por ato pëlqejnë më shumë monologun se sa dialogun, dhe një farë mënyre kjo e ka zbe pak atë përballjen. Megjithatë kjo ne nuk na ka penguar
që ne ta çojmë mesazhin e plot tek qytetari, te elektorati, tek gjithë shtresat që presin që Shqipëria nesër të jetë ndryshe, që Shqipëria të bëjë ndryshime, që Shqipërisë të kthehet shpresa dhe besimi. Ndërsa referuar listave, absolutisht lista e Partisë Demokratike, lista fituese e Partisë Demokratike është një listë personalitetesh të spikatura, me 2 profesor doktor, me arkitekt, me mjek, me jurist, me njerëz me eksperiencë në fushën e administrimit të pushtetit vendor. Ndërsa nga ana tjetër, unë nuk ajo është pjesa atyre, por do thoja që ajo nuk është listë përfaqësuese, nuk ka një gjeografi liste, nuk ka personalitete spikatura në atë listë, pra një pjesa më mirë e listës Partisë Demokratike kanë qenë personalitete publike parë në listë, pa qenë në listë. Pra nuk i bëri qenja në listë publik, ose nuk u rriti personalitetin e tyre qenja në listë, përkundazi ju rriti peshën e përgjithësisë që nesër të jenë amoneqartë e qytetarit për të shkuar drejt asaj që ka deklaruar Zoti Basha, që do jetë qytetari, do jetë populli, ai që do përcaktoj mandatin e një deputeti dhe do jenë ata që do ta ndërpresin këtë mandat deputeti fal ndryshimeve kushtetuese që pritën të bëhen, nëse ata nuk përfaqësojnë realisht qytetarin, popullin, interesat e mëra. Referuar edhe vizitës djeshme të Ministrit Brendshëm Demiraj, ndoshta një nga shqetësimet që kanë partitë politike, di që ka pasur takime edhe me kandidat për deputet zoti Demiraj gjatë ditës djeshme në Shkodër, është përfshirja e krimit në zgjedhje. Rrezikohen këto zgjedhje që të preken nga krimi, apo është Ministri i Brendshëm i propozuar nga Partia Demokratike garancia që në këto zgjedhje nuk do të preken votat? Nuk është vetëm Ministri i Brendshëm ai që garanton këto zgjedhje, është drejtori i përgjithshëm i policisë, janë drejtorët e qarqeve, janë shefat e komisariateve marrall. Ky vullnet duhet të jetë vertikalisht. Fatkeqësisht ne shohim që nuk është ky vullnet i plot nga gjithë struktura e policisë. Ne po i përcjellim shqetësimet në nivelet nga ministri e poshtë, por gjejmë që edhe këto shqetësime, këto sinjalizime nuk shkojnë aty ku duhet në disa nivele. Jo jeni dëshmitar të masës që u mor për pezullimin dhe largimin e shefit të komisariatit të Bashkisë Vaudes, i cili sillej në mënyrë shumë harbute, një gjobvënds, një person që futi dorën në procesin zgjedhor, por edhe në xhepat e qytetarëve. Pra u mor një masë, siç u mor kjo masa tjetër për drejtorin e aluizmit, siç u mor masa tjetër për drejtorin e hipotekës, siç u mor masa tjetër për drejtoreshën e shëndetësisë, e siç do merren edhe masa tjera, pasi ato që janë mësuar të shkelin ligjin, të bëjnë gabime, nuk rrinë. Dhe kjo ka qenë fatkeqësia më e madhe për çdo proces zgjedhor, kjo ka qenë fatkeqësia më e madhe e prishjes së klimës së qytetarit në këtë proces. Ne duhet ta lëmë qytetarin të votojë i qetë, të votoj në vullnetin e tij të plot, të votoj atje ku mendon që gjërat do përmirësohen, të votoj programin më të mirë ekonomik, të votoj partinë e shpresës të besimit dhe gjithë këto janë të lidhura, siç e thash, meqense ne kemi anën tjetër pa program, pa ekonomik, pa alternativë, janë të lidhur me programin ekonomik të Partisë Demokratike, me numrin 6, me Republikën e Re, me sloganin tashmë të garantuar dhe të miratuar edhe nga Kancelaritë e Europës, një ekonomi e fortë dhe një nesërme e të sigurt, me idenë për të kthyer pushtetin dhe forcën qytetarëve, me idenë për të qenë afër të gjitha shtresave në nevojë, të gjitha atyre shtresave, duke kulmuar deri në përmirësimin e klimës së biznesit, pasi ju shihni ka me qindra biznese, me mira biznese që po mbyllin qepenat, që po mbyllin firmat, po ikin dhe është shumë i frikshëm ai sondazhi i Gallupit ku mbi 56% e shqiptarëve duhet të lanë Shqipërinë, duhet të ikin nga Shqipëria, duhet të kërkojnë një jetë më të mirë diku tjetër, një punë më të mirë. Kur në 2013
kjo shifër ka qenë nivelin 27%. Është një rritje galopante dhe kjo nuk vjen nga e mira, nuk vjen nga kushtet e mira që ka krijuar kjo mazhorancë, por vjen nga fatkesia që krijoi, që molli kjo mazhorancë në këto 4 vite. Ne po krahasohemi, kemi, nëse Moldavia ka 30%, Bosnia e Hercegovina ka 30%, Kosova ka 34%, ne kemi 56%. Vetëm kjo shifër flet shumë se si e ka qeverisë vendin kjo mazhorancë në këto 4 vite dhe për mua kjo mazhorancë i ka dorëzuar çelësat një muaj përpara mbylljes mandatit, atëherë kur nënshkroi atë marrëveshje detyruese, atëherë kur lëshoi më shumë se gjysmën e kabinetit, pasi janë ministrat kryesor, dhe çelësin e plot e lëshoi atëherë kur presidenti amerikan i shqetësuar sepse demokracia në Shqipëri ishte në rrezik, thiri kryetarin e opozitës dhe i dha forcë dhe besim që ta çojnë Shqipërinë përpara, sepse janë interesa më të mëdha, janë interesa kombëtare, janë interesa gjeostrategjike. Shqipëria është një port për Ballkanin, është një vend që ka një gjeografi të kombinuar, do thoja, është një vend i cili konsiderohet si në vendet më me perspektivë zhvillimi, por fatkeqësisht në këto 4 vite ka rënë në dorë të keqe, ka rënë në menaxhim të keq, ka rënë në keq qeverisje. Prandaj me datën 25, ditën e diel, ne duhet i japim një vot kundra, duhet ta gjykojmë këtë keq qeverisje, duhet ta dënojmë këtë keq qeverisje, sepse se duke e dënuar dhe duke e gjykuar me vot kundra, me një vot pro Partisë Demokratike, ne do ta ndalim këtë të keqe. E në mënyrë të veçantë të heqim nga skena politike këto gangrenat e politikës, janë partitë e vogla të cilët vetëm kanë gryer, vetëm kanë përdor pushtetin për vete, kanë përdor ato numra për vete dhe sot ju e shihni, po ju largohen çdo ditë ai elektorat i zhgënjur nga hallet e tyre. Ai elektorat i cili ka ra pre elmoshave, e atyre elmoshave të cilat nuk të mbajnë. Ne duhet të votojmë për një të ardhmen më të mirë, duhet të votojmë për një perspektivë më të mirë, duhet të votojmë për të ndryshuar këtë situatë. Kjo është një situatë në prag të katastrofës. Prandaj ne duhet i dalim Zot, dhe kush më mirë i del për Zot këtyre qytetarëve se sa partia e idealeve të dëtorit, se sa partia që ndroi sistemin, e futi vendin në një sistem demokratik, se sa ajo parti e cila ka bën gjithçka që këto qytetarë të jenë të lirë, të lëvizin të lirë, të jenë në tavalinat kryesore në 28 vendet më të zhvilluara të botës. Pra është Partia Demokratike që sot është thirrë nga qytetarët që të ndryshojë këtë situatë. Është thirrë nga qytetarët që t'i pri. Është thirrë nga qytetarët që t'i jap një program të qartë të saktë që tashmë e kanë. Dhe janë qytetarët që me votën e tyre do të japin një vot besim të plot Partisë Demokratike, që Partia Demokratike të jetë forcë e parë politike që Lulzim Basha të qeverisë Shqipërinë si kryeministri i ardhshëm, pasi i ka të gjitha kualitetet, i ka të gjitha vlerat e spikatora, ka një mbështetje të fuqishme, por mbi të gjitha ka mbështetjen e qytetarëve shqiptar dhe në mënyrë të veçantë këtu ka mbështetjen e qytetarëve shkodran, të cilët e njohin mirë, ja njohin vlerat, ja njohin meritat, ja njohin kontributet edhe në kohët më të vështira. Besoj që ky është mesazhi më i mirë që shkon për votuesit, të cilët dielën duhet shkojnë të votojnë për të marrë pjesë masivisht në votime. Ky është mesazhi që shkon për ata qytetarë të cilët duhet mbështesin programin tuaj politik. Apo jo? Patjetër. Kjo mesazhi nuk është i komplikuar, është një mesazh i thjeshtë. Qytetarët e Shkodrës, Bashkisë Valldes, të Nënt Shkodrës, Malësisë Madhe, të Pukës, Fusharsin duhet votojnë për të ndryshuar gjendjen. Kjo është votimi një kthese të madhe. Kjo është një fitore e madhe sepse është e lidhur me interesat e tyre, me ato interesa të përditshme, me ato interesa që janë të nevojshme, sepse në fundit, qofse qeverisja braktis qytetarin, ai ka braktis perspektiven, ka braktis të ardhmen, ka braktis rinin, ka braktis nxënësit e shkollave, ka braktis familjen, ka braktis çdo gjë. Dhe ne jemi këtu për t'ju thënë gjithë këtyre njerëzve, ka shpresë. Shpresa është Partia Demokratike.
votoni numrin 6, votoni Partinë Demokratike, votoni për kryeministër zotin Basha, sepse shpresa do kthehet, besimi do kthehet dhe vendi do futet përsëri në shinat e zhvillimit ekonomik, duke ju kthyer përsëri projekteve, financimeve, punësimeve, pensioneve, 250.000 lek, pagave, nxënësve, stazheve, heqjen e taksës Rama me 240 lek të vjetra të 2.400 lek, pra 24 lek, më falë, për naftën, e cila ka qenë një premtim, por që asnjëherë nuk u mor kush me këtë premtim. Por ngeli edhe ky premtim si 300.000 vendet e punës, ngeli edhe ky premtim si ulja e çmimit të energjisë elektrike, ngeli edhe ky premtim si ulja e taksave, por që në vërtetë u rritën, ngeli edhe ky premtim si rritja e pensioneve, rritja e pagave, pra gjitha premtime boshe, një dështim total, një dështim kryeministër, një dështim bashkëqeverisje, pra dhe kjo është dita që ne të përballemi përballë këtyre dështimeve, t'i gjykojmë këto dështime dhe t'i japim një vot numri 6 Partisë Demokratike dhe është një vot kundër për gjithë këto dështime dhe është një stopim i kësaj të keqe që sot ka kap shqiptarët, të cilët po përpiqen ta lanë me gjitha mënyrat, ta lanë Shqipërinë, të lanë pasuritë, të lanë shtëpinë, të lanë prindërit e tyre dhe të ikin për një punë më të mirë, për një jetë më të mirë. Ne duhet t'i kthejmë këta, duhet të vinë këtu, t'i kthejnë Shqipërisë. Shqipëria është e jona, Shqipëria është e gjithëve, Shqipëria i ka resurset, Shqipëria i ka potencialet, i ka kapacitetet, Shqipëria don mirë qeverisje, Shqipëria don program ekonomik, Shqipëria don një drejtim politik i cili është i përgjegjshëm, sepse e ka mbuluar pa përgjegjshmëria shtetërore. Unë ju uroj suksese në këtë garë zgjedhore, shpresoj t'ju kemi në studio si deputet qarkut Shkodrës pas zgjedhjeve të 25 qershorit për diskutuar për tjera objektiva, por edhe për tjera investime që duhet t'i vinë realisht në Shkodër. Falenderoj shumë që në studio. Falenderoj Star Plusin, ka qenë një televizor shumë produktiv në këto zgjedhje, një televizor që ka shpalos çdo alternativë, e në mënyrë të veçantë e pëlqej për hapësirat që i ka dhënë Partisë Demokratike për komunikuar me qytetarin dhe për të çuar mesazhe të qarta, të plota, të drejta tek qytetarët shqiptar. Faleminderit. Mirë teleshikues, ka qenë kjo studio e hapur, ishim me kandidatin për deputet profesor Gjokul Dedu, në falenderoj që na ndoqët, bashkë mirëpafshim.